do t'jetë identike për të rit. I siguroj se shkollimi tyre, modernizimi arsimit, digitalizimi plot i tij, heqja mesatarësh për universitetet, punësimi i tyre pas mbarimit të universiteteve, pagesa nga qeveria sigurimeve shoqërore për të rit një vit, grantet dhe kredite buta për startupet dhe bizneset e tyre, një çati për çdo çift, me 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredis, do t'jetë zotimi ynë për të rit shqiptar. Miq, 11 maj është dita të ndryshojmë, është dita të votojmë për dinjitetin tonë, dita të votojmë për paqen, për sigurinë tonë dhe të japim ndëshkimin më të madh krimit. Çfarë fitoi Tao? Çfarë fitoi Tao nga votat tuaja? Tao fitoi qindra milion të fshehura, fitoi pasuri, fitoi emër më të keqin si baloz krimi në Elbasan dhe në Shqipëri. E morë të vesh besoj. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si i pa qenë, si ushtari Suelit, turp të ketë. Tao Burreci e qepi gojnë nda njeriut që e kishte patur vite shofer. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. E kuptoni ju? Qytetarët i Brazit jeni njerëz të lirë, duhet ndëshkoni këtë bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si ai do shpallen terrorist me datën 12 maj. Banorëve totolishtit, ju ja fjallën se asgjë nuk do të bëhet në kundërshtim me vullnetin e tyre, se zgjidhja do t'jetë ajo që ata meritojnë dhe kërkojnë, dhe ata kanë të drejtë në çdo ligj, kombëtar dhe ndërkombëtar, të përfillen dhe të vendosin për fatin e tyre. Kam një thirrje për anëtarët e forcave të policisë. U bëj thirrje mos shkelmoni mbi djersën tuaj, mbi mundin tuaj, mbi sakrificat tuaja. Ju garantoj se pas 11 maj, çdo orë e tyre do paguhet, trajtimi i ri për çdo polic, por mos zbatoni urdhra kriminalësh, komisarësh kriminal që bashkëpunojnë me bandat, zbatoni ligjin, jeni shërptor të vërtet të ligjit dhe qytetarëve. Një thirrje kam
për punojës të administratës, qëndroni të palkundur, shërbëtor të qytetarëve besnik të ligjit, mos u bëni terrorist patronazhist, sepse u garantoj që patronazhistët do të ndiqen si terrorist elektoral gjithë jetën e tyre. Të dashur miq, unë po vi nga Valencia. Kongresi i Partisë Popullore i 82 partive politike